Po mirë, kreativiteti a lind me të, apo bëhesh? Është thjesht një shkëndije magjike, apo është diçka që mund ta mësosh, një metodë? Pikërisht këtë do të shohim sot. Do të zbërthejmë kodin e ideve të mëdha. Mendoni pak për një moment, një kompani gjigante. E keni parasysh? Një nga ato që dominon tregun botror. Kishte gjithçka. Ekspertët më të mirë, fabrikat, rrjetin e shpërndarjes, absolutisht gjithçka. E megjithatë, një ditë thjesht u fik. Dhe gjithë kjo, e gjithë ronja, filloi nga një pyetje. Po, një pyetje e thjeshtë që nxori në pa një problem fatal në mendsinë e tyre. Kjo pra është historia e Polaroid. Okej, hajde t'i hyjmë më thellë. Polaroid ishte vërtet një titan, mbreti i fotografisë së çastit. Por, ironikisht, pikërisht suksesi i madh u bë kurthi i tij. U bllokua totalisht brenda një modeli mendor nga i cili nuk doli dot kurrë. Sekreti i suksesit të tyre? Po, ishte një model biznesi shumë i zgjuar i quajtur brisku dhe tehu. Funksiononte kështu. Aparatin fotografik, pra briskun, e shisnin shumë lirë, ndonjëherë edhe pa fitim fare. Pse? Sepse paratë e vërteta, fitimi i majmëm, vinte nga tehu, pra filmat fotografik që njerëzit duhet i blinin pa pushim. Kjo ishte thjesht ADN-ja e kompanisë, mënyra si funksiononin. Dhe ja ku vjen momenti gyç. Aty nga vitet 80, inxhinierët e tyre plot entuziazëm propozojnë aparatin digjital. Dhe përgjigja që marrin nga menaxhmenti i lartë ishte vetëm një pyetje. Po filmi ku është? Ata thjesht nuk e konceptonin dot një model biznesi ku nuk shisje filma. E kishin të pamundur të imagjinonin që fitimi mund të vinte nga vetë aparati. Dhe pikërisht ky model mendor kaq i ngurtë i verboi, i la plotësisht prapa në revolucionin digjital. Pra, e kuptojmë. Polaroid u bllokua nga një mendësi fikse. Po sikur të ekzistonte e kundërta, një organizatë e ndërtuar enkas për të thyer këto modele. Po, pikërisht këtu hyn në sken IDEO, një kompani që ka bërë diçka të jashtëzakonshme. E ka kthyer kreativitetin nga një shkëndije rastësishme në një proces të mirëfill të strukturuar. Atëherë, le të zhvendosemi te IDEO, të shohim se si ja bëjnë ata. Për ata që nuk e din, IDEO është një nga firmat më të mëdha të dizajnit në botë dhe gjëja që i bën të veçantë është se e kanë kthyer procesin krijues në një sistem që funksionon, që përsëritet dhe që është jashtëzakonisht efektiv. Dhe kur themi efektiv, e kemi fjalën seriozisht. Mjafton të shohësh punët e tyre. Janë ata që projektuan mausin e parë për Apple. Po, atë mausin. Balenën animatronike të filmi Free Willy? Po, edhe atë. Monitor ikonik kompjuterash, lodra të pafundme për fëmijë që të gjithë i kemi pasur qef. Pra puna e tyre flet vet. Kredibiliteti është në stratosferë. Po mirë, si ja dalin? E gjitha përmblidhet në një proces me 4 hapa kryesor. Hapi i parë, vëzhgo. Dalin në terren, flasin me njerëz, shikojnë si përdoren gjërat në jetën e përditshme, si etnograf të vërtet. Pastaj, hapi i dytë, zhvillo ide. Kjo është faza e famshme e brainstormingut. Rregulli i artë, nuk ka ide të këqija, çdo gjë hidhet në tavolinë dhe gjykimi lihet për më vonë. Hapi i tretë, krijo prototip. Idet nuk mbeten në letër. Ndërtojnë modele të shpejta, të thjeshta, me kosto të ulët, vetëm që t'i bëjnë ide të prekshme. Dhe së fundi, hapi i katërt, testo. I marrin këto prototipe dhe i nxjerrin sërish në botën reale, te përdoruesit, për të marrë reagime dhe për t'i përmirësuar. Okej, nga këta 4 hapa, duhet të ndalemi pak më shumë te faza e dytë. Ajo e zhvillimit ideve, ose brainstormingu siç njihet, sepse IDEO ka disa sekretet vogle që i bëjnë këto seanca vërtet të fuqishme. Pra, cilat janë këto sekrete? Së pari, e nisin gjithmonë me një problem të qartë, të mirë përcaktuar. Pastaj, siç tham, rregulla argëtuese, idetë e çmendura janë të mirëpritura, gjykimi është i ndaluar. Një tjetër gjë interesante, çdo ide shkruhet dhe ngjitet në mur. Pse? Sepse hapësira mban mend. Kështu që të gjithë i shohin të gjitha idetë gjatë gjithë kohës. Ata din kur të ndërtojnë mbi një ide ekzistuese dhe kur është koha të kërcente diçka krejtësisht e re. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, e bëjmë procesin fizik. Përdorin modele, objekte 3D, çdo gjë që ndihmon për të menduar me duar, jo vetëm me kokë. Por le të jemi të qartë, të gjitha këto teknika dhe procese do të ishin të pavlera pa gjën më të rëndësishme, kulturën e duhur. Dhe kultura e IDEO-s përmblidhet në një moto jo zyrtare fantastike. Është më mirë të kërkosh falje se sa leje. Çfarë do të thotë kjo?
Do të thotë se ata vlerësojnë veprimin, marrjen e iniciativës dhe autonominë, shumë më tepër se sa të presish miratime dhe të kalosh në përhallka burokratike. Atëherë, çfarë mund të mësojmë nga IDEO dhe nga dështimi i Polaret? Mund të nxjerrim 4 parime, le t'i quajmë 4 urdhëresa që janë universale për inovacionin. Këto vlen për këto, kudo. Urdhëresa numër 1. Përdori ekspertët, por me mençurim. Gjoni, ekspertiza është absolutisht thelbësore. Por, duhet kuptojmë diçka. Ekspertiza ndërtohet mbi atë që ka funksionuar në të kaluarën. Dhe në një botë që po ndryshon me shpejtësinë e dritës, pikërisht ajo që të bëri të suksesshëm dje, mund të vërbojnë për të parë të nesërmen. Keni nevojë për një shembull? Shembulli klasik. Ken Olsen. Ky ishte themeluesi dhe presidenti i Digital Equipment Corporation, një superfuqi e kompjutereve në vitet 70. Pra, një ekspert i vërtet. Në vitin 1997, ai tha fjalë për fjalë, nuk ka asnjë arsye që dikush të dojë një kompjuter në shtëpinë e tij. Kjo e thot gjithçka apo jo? Shembulli perfekt i një eksperti të bllokuar në të kaluarën. Okej, cilat janë 3 të tjerat? Urdhëresa numër 2, nxirri në pa dhe testo supozimet, ato gjërat që i marrim si të mirëqena. Numër 3, përkufizoje problemet gjerësisht. Shikoje një problem nga kënde të ndryshme, jo vetëm nga një. Dhe urdhëresa numër 4, që ndoshta është më e rëndësishmja nga të gjitha, i gatshëm të dështosh. Po, le të ndalemi pak këtu. Sepse ky parim i fundit është themeli mbi të cilën ndërtohet gjithçka tjetër. E thënë thjesht, kreativiteti dhe inovacioni vdesin në një mjedis ku njerëzit kanë frikë të gabojnë. Duhet të krijohet një kulturë, një atmosferë ku të bësh gabime inteligjente nuk shihet si dështim, por si një pjesë normale dhe thelbësore e rrugës drejt suksesit. Tani dëgjoni këtë shembull të mrekullueshëm. Vjen nga kompania Build-A-Bear Workshop. Ata kanë një çmim të quajtur çmimi i lapsit të kuq. Dhe kujt i jepet ky çmim? I jepet punonjësit që ka bërë më shumë gabime gjatë javës. Po e dëgjuat mirë. Themeluesja Maxine Clark e ka një filozofi shumë të qartë për këtë. Ajo thotë se dëshiron që ekipi i saj të provojë gjëra të reja, të eksperimentojë pa pasur frikë se mos gabon, sepse ideja është që çdo gabim, kur e analizon dhe mëson prej tij, nuk është më një gabim, është thjesht një hap më afër për t'i bërë gjërat siç duhet. Mirë, le të shkojmë tani në një industri ku fjala dështim është vërtet e frikshme dhe shumë e kushtueshme. Bëhet fjalë për filmat e animuar. Për të prodhuar një film të madh të animuar, si ato që shohim të gjithë, kostoja shkon zakonisht mbi $100 milion. Imagjinoni pak, me kaq shumë para në lojë, një dështim mund të jetë katastrofik. Por giganti i kësaj industrie, Pixar, ka gjetur një mënyrë geniale për ta menaxhuar këtë rrezik. Përveç filmave të tyre të mëdhenj, ata bëjnë diçka tjetër, prodhojnë filma të shkurtër, eksperimental, rreth 5 minuta të gjatë. Dhe kostoja? Ndërsa një film i madh kushton mbi $100 milion, këta të shkurtrit kushtojnë më pak se $2 milion. Shikoni diferencën. Dhe pse e bëjnë këtë? Sepse këta filma të shkurtër shërbejnë si një lloj ekipi ferme për talentet dhe ide të reja. I japin mundësi një regjizori të ri të provojë diçka të guximshme, të eksperimentojë, madje edhe të bëjë gabime, por me një kosto shumë të ulët. Është mënyra e tyre e përsosur për të zbuluar zërat e ardhshëm të mëdhenj dhe ide të reja, pa vënë në rrezik një buxhet sa ai i Toy Storyt. Dhe e gjithë kjo na sjell në një pyetje të fundit, një pyetje për të reflektuar secili prej nesh, në punën, në projektet apo edhe në jetën tonë. Cili është ai gabim që kemi kaq shumë frikë ta bëjmë? Sepse ndoshta pikrisht ai gabim i frikshëm është në fakt hapi i parë drejt zbulimit tonë të madh të ardhshëm.